Me nderim të thellë dhe me respekt të pashuar u përkujtua në 27 vjetorin e rënjes Edmond Dabiqaj. Në këtë përvjetor të rënjes së tij heroike, në një mbledhje komemorative, u kujtua jo vetëm për sakrificën, por edhe idealin e pashoq që udhëhoqi lirinë, dinjitetin dhe të ardhmen e ndritur për vendin tonë. Në sallën e Kuvendit Komunal të Deçanit, u organizuar shfaqja e dokumentarit Dritë mbi mal, kushtuar jetës dhe veprës së dëshmorit të kombit Edmond Dabiqaj nga Prilepi i Deçanit. Ky dokumentar solli para publikut rrëfimin e një jete të përkushtuar ndaj atdheut, sakrificës dhe idealit për liri, duke ndriçuar rrugën e guximit dhe të qëndresës së Edmondit dhe bashkëluftëtarëve të tij. Edmond Dabiqaj, një bir i denjit trojeve tona, që nga mosha e re u rrit me dashurinë për atdheun dhe ndjenjën e thellë të përgjegjësisë kombëtare. Ai ishte shembull i guximit, i përkushtimit dhe i vendosmërisë për të luftuar për të drejtat dhe lirinë e popullit të vet. Në momentet më të errta të historisë sonë, kur vendi kërkonte bijë të gatshëm për të flijuar për idealet më të larta, Edmondi nuk hezitoi asnjë çast. Me vendosmëri të hekurt, ai u rrështua në radhë të atyre që besonin se liria fitohet vetëm me sakrificë. Në fjalën e tij, kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, u shpreh se kjo ditë na kujton gjithçka. Lavdi i jetës së Edmond Dabiqaj, tha ndër të tjera kryetari Ramosaj. Sot është ditë kur na kujtohet gjithçka, mirë po detyra jonë është për me ndëru. Sot jemi mbledh me përkujtu me një dokumentar që ne ka përgatit familja bashkë me një pjesë bashkëluftëtarëve për Edmondin. Lavdi Edmondit, lavdi dëshmorëve të Prilepit, lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi dëshmorëve e martirëve anë e kënd kombit tonë. Për të marrë fjalën u ftua edhe ministri në detyrë mbrojtjes të qeverisë së Republikës Kosovës, Ejup Maqedonci, i cili tha se sakrifica e dëshmorëve dhe popullit tonë kanë bërë të mundur çlirimin e vendit, ndërtimin e shtetit dhe forcimin e ushtrisë. Sot po i përjetësojmë përmes shumë aktiviteteve pikërisht dëshmorët që dhanë jetën për liri, me buste shtatore, por edhe me dokumentar si ky i sotit, por vendi ynë duhet të përjetësoj veprën e tyre duke ndërtuar institucione edhe ushtri të gatshme e të fortë që të jetë në gjendje që mos lejoj më që të përsëritet nevoja për sakrificë e djemve dhe vajzave tona. Në emër të prindërve të Edmondit, babait Hysneut e nënës Mihanes dhe gjithë familjes, u ftua për një fjalë falenderuese Antigona Dabiqaj. Të nderuar të pranishëm, familjar, miq dhe bashkëluftëtar. Sot nuk jemi thjesht për të parë një dokumentar. Jemi këtu për të kujtuar, për të nderuar dhe për të treguar mirënjohje të përjetshme për një djalë të kësaj toke, për vllaun tim, i cili ra dëshmor në luftën për liri. Ai nuk e zgjodhi luftën, po zgjodhi të mos qëndronte duar kryq, kur atdheu thëriste. Me zemër të madhe, me shpirt të pastër dhe me dashuri për vendin, ai dha jetën, që ne sot të jetojmë të lirë. Ky dokumentar është një dritare drejt shpirtit e tij, një kujtesë që sakrifica nuk harrohen dhe se emrat e dëshmorëve janë të gdhendur përgjithmonë në historinë tonë. Në emër të familjes dhe në emër të fshatit tim Prilep, ju falenderoj nga zemra për praninë tuaj. Kjo do të thotë shumë për familjen time, për gjithë ata që kanë dhënë me të shtrejtën për Kosovën. Lavdi jetës dhe veprës së tij. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit gjithëve. Sot, ndërsa kujtojmë jetën dhe veprën e Edmond Dabiqajt, nderojmë jo vetëm një hero, por një ideal që mbetet i gjallë. Kujtesa për të na thret që të vazhdojmë përpjekjet për një shoqëri më të drejtë, më të lirë, ku sakrifica e tij të mos harrohet kurrë, por të shërbejë si udhërrefyes për brezat e rinj. Populli i Kosovës u ka bërç për jetësinë, ndaj atyre që si Edmondi dhanë gjithçka për të dhuruar mundësinë të jetojmë në paqe dhe në liri. Në këtë përvjetor, në çdo fjalë për kujtimi, në çdo lule të vendosur mbi varrin e tij, në çdo flamur që valvitet krenar, rreh një zemër e përbashkët që thot: "Ti nuk je harruar, Edmond Dabiqaj. Sakrifica jote është dritë dhe udhë për ne." Lavdi jetës dhe veprës së përjetshme të Edmond Dabiqaj. Lavdi dëshmorëve të kombit.